Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme u shikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me vrenësira mesatare deri të dendura dhe me intervale të herpasershme dhe afat shkurtra me diell. Vrenësirat u shoqëruan nga rishishiu me intensitet të ulët, lokalisht deri mesatar në pjesën më të madhe të territorit për pjesën më të madhe të ditës, ndërsa rreshtet e Doborës kanë qenë me intensitet të ulët në Verilindje dhe në juglindje të vendit në lartësitë mbi 900 metër, ndërsa në Alpe dhe në Male ato kanë qenë me intensitet deri mesatar. Era ka flyer me drejtim nga jugperëndimi dhe juglindja me shpejtësi 12 metër për sekond në Bregdet, kryesisht në Bregdetin jugperëndimor. Era ka fituar shpejtësi deri në 25 metër për sekond. Vallëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë i lartë, i forcës 4 deri në 5 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 6 deri 15 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 10 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 9 deri 20 gradë Celsius. Edhe për ditën e martë, vendi ynë do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, rreshtet e shiut pritet të jenë prezente që në orët e para të mëngjesit në pjesën më të madhe të vendit me intensitet të ulët, përgjatë ultësirës perëndimore, rreshtet e shiut do të jenë me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave afat shkurtër në Alpe dhe në relevet malore në Verilindje dhe juglindje. Në lartësitë mbi 900 metër do të kemi sërish rreshte dëbore me intensitet të ulët. Era do të frymë drejtim nga Verilindja dhe juglindja me shpejtësi 8 metër për sekond. Në Bregdet dhe Lugina era pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metër për sekond. Vallëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 5 deri 14 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 9 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 8 deri 19 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, të cilat do të cilin mot me vrenësira mesatare deri të dendura, të cilat do të shoqërohen nga rreshtë shiu dhe dëbore me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti do të jetë me vrenësira me rreshtë shiu me intensitet të ulët lokalisht mesatar, nuk do të mungojnë dhe alternimet e këtyre llimeve. Duke jemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.